Qa e dil këtej. Ata të tjerët që janë me ne në avion, italiane, gjermane që janë, ata shtikin avullojnë, ne erim radhë, edhe shkojmë atje del polici. Merë pasaportën, ngrije lartë, shife futa atje, ku po shkon, kush të kaftuar, kë njef këtu, ke rezervim në hotel, lek me vete ke, sa ke, sa do rish, kur do ikësh? Keni parë ju të shkosh në një vënd se pa ju brënda, kur do ikësh? Dhe pastaj, kur hynë brënda, për të ndënjur, duhet kërkosh azil, ose duhet të mqifesh, të bësh punë në të zezë, të mundohesh mos të kapin. Nëse smuresh, harroje, nuk ke shans t'i afrohesh spitalit, po s'pate dikë që t'jetë në gjendje të paguar ato shifrat maramëndse për një njeri që është i pa siguruar atje. Nëse je student i huaj atje, do aplikosh në kuotat ekstra, me tarifa ekstra, etj. Të gjitha këto me pasaportën e BE-s mbarojnë. Ti nisesh, ngre pasaportën atje të ajo koridori me ato yjet e verdha, tuneli i ri i Murrizit që duhet të hymë ne, ato yjet futemi brenda atyre yjeve, dalim krahun tjetër, mund të ndalosh ku të duash, mund shkosh kërkosh punë ku të kesh qef, të pëlqeu rri, fillon punën, së pëlqeu kthehesh prap. Je student apo studente, shkon regjistrohesh si studente dhe student europian, jo si student i huaj, nuk ke tarif ekstra, mund t'jesh në Itali, ke të njëjtat drejta si italianët, mund t'jesh në Francë, ke të njëjtat drejta si francezët, larg qoftë, ke nevojë të shkosh te doktori, shkon atje dhe trajtohesh si vendasit atje dhe rimbursohesh për çfarë mund të paguash në një shërbim apo në një tjetër. Në rast se gjendesh në një vend jashtë Bashkimit Evropian që po të kej problem, ose në Bashkimin Evropian po, dhe s'ka ambasadë shqiptare, ambasada më e afërt e Bashkimit Evropian e ka për detyrë të të marrin mbrojtje. Kjo është pasaporta. Pasaporta e BE-s për shqiptarin e bën Shqipërinë të madhe sa BE-ja dhe BE-n të vogël sa Shqipëria. Dhe siç niseni sot nga Berati, shkonin Tiranë, Durrës, ku diun, për qef, për punë, për çat, njësoj. Dhe kjo vlen edhe për emigrantët shqiptarë në Greqi, kanë problem dokumentash, jo mora dokumentin, jo s'mora dokumentin, jo ma dhanë, jo s'ma dhanë, disa i kanë marrë pasaporta, disa tjerë prej, në momentin që Shqipëria hyn BE-ja, ata marrin pasaportën shqiptarët BE-s atje dhe rrinë në Greqi me pasaportën shqiptarët BE-s, me të njëjtat të drejta dhe janë të njëjtat gjëra që shteti grek, shteti gjerman, shteti suedes duhet t'u japi njësoj siç ja jep tjerëve sepse është një familje. Keni dëgjuar ju ndonjëherë që në këto shtetet e BE-s perëndimore të rrinë dhe të merren me ata që janë antar të BE-s nga lindja? Vetëm merren me ata që s'janë antar të BE-s. Jo ky, jo hyri, jo voti, pse kujton se nuk ka të tjerë që bëjnë çuditëra atje, nuk merret njëri, sepse janë brenda për brenda. Kjo është personale. Tani si mund t'ju privohet kjo? Si mund t'i privohet vetes? Si mund t'i privohet fëmijëve se ti je demokrat? Edhe ke qenë gjithë jetën me bufin e knetës. Si mu të rish me bufin e knetës, mu të rish, ri. Po votën bufit knetës, për qarë? Votën atyre tjerve që dalin, se e kam thënë këto ditë, Fadili e di këtë historisë, është histori e vjetër kjo në familjen socialiste, ata që dalin të rinj, qatë të rinjsh. Ne sot kemi një partit të re për gjithë ata që duan të rinë parlament. Por ama kemi një parti të vjetër për gjithë ata që duan eksperiencë në qeverisje. Kurse, kur thonë, o te hapim njerë këtyre, këtë kujt të rinë me të japëshme, cilët të rinë? Ata s'kan idenë se qa është i zyrë shteti, nuk e kanë idenë fare.
Dhe ata janë si historia që që kam treguar me Fatos Nano, kur shkon Fatos Nano në një vaki, edhe qohet njëri aty i thot, zoti kryeministër, i thot, me pronat s'keni që mbi. Po nuk u zgjidh puna pronave, këto tjerat janë kot. Këtë drejtë i tha Fatosi, po si mendon ti, tha, keni një ide? Shumë e thjeshta, merrni gjithë, çka kanë tha gjithë katonare, qytetarë që janë bërë qytetarë mas lufte nga komunistët, merrni të gjitha, i jepni pronarëve të vjetër, të tjerë pronar, të tjerët të gjithë. I thot Fatosi, kjo është shumë e guximshme, i thot, edhe kjo e zgjidh, thot, po duhet të flasë me Sabriu, thot se ai s'ka gjë në dorë, edhe ai mund ta zgjidhë këtë. Sabri Godon ndjes pas, Partia Republikane e pronave. Do me thënë, kur s'ke gjë në dorë, ti mund t'i premtosh gjitha. Se nuk do të vinë njerë. Luli për shembull thot, do ju heq vizat amerikane. E kuptoni? Edhe ai e ka treguar që i heq. Problemi është që s'ka gjë në dorë. Këta do t'i bëjmë pensionet 400 euro, rroga minimale duhet 1000 euro, patjetër. Pse 1000? Unë habitem se nuk thonë 2000. Se mos do provohet në njerë që e bëjnë apo se bëjnë. Se provohet në njerë që e bëjnë, 2000. Pensionet 400 euro, po pse kaq pak? Më shumë. As do ta bësh në njerë, kështu e thua e 500. Por rinë aty, si me dhe me kemi bërë, ne kemi llogaritur me ekspertët tanë, një grup të rinj që kanë ardhur. Kot, shitsa qylymash. Blej këtë qylymin tim se do të çoj në hënë, me atë qylymin atje se do të çoj në Mars, së të çoj as gjikundi. Zero. As gjikundi. Nuk mund të humbim ne tani as një minutë dhe nuk mund të çorientojmë gjithë procesin e negociatave, qoftë edhe për 2 muaj, për 3 muaj se ikën. Ata ne kemi kalendarin javë për javë. Dhe të gjitha punët janë aty të shkruara që duhet mbarojnë dhe gjithë negociatat do të mbyllen 2027. Është e jashtëzakonshme. Ja u thash, ne kemi filluar ato në tavolinë kemi ulur vjet. Serbia në tavolinë është ulur në 2014, Malizi është ulur në tavolinë në 2012, Maqedonia është bërë kandidate në 2005. Janë të gjithë mbas nesh tani. Tani çfarë do bëjmë ne? Do t'i themi Bashkimit Evropian, shiko tani se ne kemi një kënet këtu. Ne kemi një kënet këtu dhe kemi një pjesë të njerëzve që kanë shumë qejf të lajnë në kënet. Vdesin për ato ujin e kënetës, edhe tani prisni pak. Ju të shohim se do numërojmë bretkocat. Ndërsa në aspektin pastaj e përbashkët. Bashkimi Evropian, futja në Bashkimin Evropian është fundi i një historie rrezikut vazhdueshëm të humbjes së lirisë individuale që me cilën shqiptarët kanë jetuar gjithë jetën. Hajde njëri, hajde tjetri, që nga perandorit tek regjimet e ndryshme deri dhe tek demokratura më pas, me bufin e knetës, ti thua jam demokraci, vjen burri huj, i vë flakën një redaksi e gazete, rreth rrugëve i lë për të vdekur njerëzit që mendojnë ndryshe, hap dritaren e zyrës, gjuan edhe vret protestus. Po kjo mund ndodhi prapë. Jo, nga bufi, se bufi s'ka shansë, se s'ka ku shkon më, po dikush tjetër. Kur vendi është Bashkimi Evropian, kjo nuk ndodh kurrë. S'ndodh dot. Pra liria individuale është e garantuar, sepse është ajo që ju thash. Ashtu si kundër ne fitojmë të drejtën që të jemi në shtëpinë tonë, kudo ku shkojmë brenda perimetrit të Bashkimit Evropian, ashtu dhe këtu garantohen po të njëjtat të drejta për ata tjerët. Se funksionon si një vend. Nuk mund të ketë të drejta njeriu në gjithë Shqipërinë dhe të ketë të Ervinit shkelit drejtat e njeriu në Berat.
Nuk mund ndodhi. Kështu funksionon. Barazia para ligjit, ne po bëjmë luftën e parë të hapur për të vendosur drejtësinë këtë vend. E para, është lufta e parë e hapur në historinë e shtetit shqiptar. Lëre siç thonë se është habi e madhe me këta. Gjithë ajdut, ikni ajdut, si ajdut. Çeta ajdutve. Ndërkohë që ajo që po ndodh është diçka historike, sepse për herë të parë që kur është ngritur flamuri i pavarësisë, drejtësia po heton dhe po gjykon njerëz lidhur me pushtetin politik. Dhe kush e bëri këtë? Kush e bëri këtë? X y Y, prokurorët aty ishin, edhe përpara. Aty ishin. Altin Dumani është një person i cili meriton shumë respekt, ka gjithë solidaritetin tim dhe ton për gjitha sulmet kafshërore që janë bërë, po aty ishte prokuror nuk e di sa vjet. Ka bërë në një gjë nga këto? Më përpara? Pse nuk e bënte? Kurajos, Kurajos ka qenë më përpara. Pse nuk e bënte më përpara? Pse nuk ka dalë më përpara thotë, hajde këtu ti se unë do të marrë në tim. Si ka mundësi që deri sa erdhi kjo ditë një ministër, një vetëm që nga 1912 nuk është thirrur nga një prokuror i pavarur dhe nuk është gjykuar nga një gjykatës i pavarur, po çka kanë qenë ministra që kanë vajtë në burg apo janë varur litar, janë burgosur ose janë vrarë me urdhër nga i pari. Me urdhër nga i pari në kohë të Zogut, me urdhër nga i pari në kohë të Enverit, me urdhër nga i pari në kohë të Bufit Knetës, i burgosur i fundit politik në Republikën e Shqipërisë është Fatos Nano. Me urdhër nga i pari. S'mund të thuash që u fut një politikan i lartë nga drejtësia, jo nga drejtësia, po me urdhër nga i pari. Sepse që nga 1912 shpatën e ndëshkimit që në një shtet ku garantohet barazia para ligjit e ka vetëm drejtësia, e ka mbajtur i pari. Ne dorëzuam shpatën me vullnet plot. Unë dhe ju, Partia Socialiste, dorëzuam shpatën nga pushteti politik, ja dham një trupe të pavarur. Ajo është shpata me cilën spaku sot pret Majtas Djathas. Shpata që e kishim në dorë ne, trashëgimi që nga 1912. Nuk e ka pas kur Shqipëria një pushtet gjyqësor të pavarur. Kur? Sot ka filluar ta ketë. Ka filluar ta ketë. Me të gjitha problemet që ka, me të gjitha budallëqet që shoqërojnë, por ama ka filluar ta ketë. Dhe kjo është historike. E kush e bëri këtë? Unë jo vetëm që nuk kompleksohem kur thonë, po kur dhe Luli thotë ti morën të gjithë. Se Luli më po marë, se Luli është më seriozi nga ata, e kuptoni? Luli është mbas kujtim gjuzit. Se është kujtim gjuzi i pari, po atë e diskriminuan. Nuk e di, apo jo, ishte ai tjetri Selamiu, që kishte Selamiu kishte dhënë dorëheqjen, kishte tërheq nga koalicioni madhështor. Ai pa ballukët e Selamiut çfarë kryevepre si Greta Garbo. Pra, ata janë më seriozët. Pra, unë jam shumë krenar për këtë. Nuk diskutohet që është dhimbje, nuk diskutohet që nuk të vjen mirë nga ana njerëzore, por ama kjo periudhë kohe që në jetën tonë është 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, në jetën e vendit është një fragment 3 ditë. Ama fëmijët tanë
do të përfitojnë atë që se kanë përfituar do të kurrë fëmijët e fëmijëve derisa erdhëm ne fëmijët e të gjitha tyre më përpara, sepse asnjëherë nuk ka pas në Shqipëri vullnet për të bërë shtet demokratik që funksionon me barazi para ligjit. Tani, këtë barazi para ligjit që ne duam që ta konsolidojmë, si mendoni ju, e kemi të sigurt që nëse ne nuk jemi garantët, vjen Kreneta edhe vazhdon e forcon, po Bufi e thot, do t'i kullufis tot në 12 maj, do të çliroj TikTokun dhe do shkris pagun. E thot cop. E thot. Pavarësisht se çfarë do marrë ai me 11. Pavarësisht nga ajo. Pavarësisht nga ajo. Mos e thuaj ashtu me të qeshme, sepse nga që une kam përdorë nocin përpara, tani ata e kanë marrë me të lehtë dhe ma thonë mua, një herë, 2 herë, 3 herë dhe thash, shiko, unë të gjithë socialistët do t'i them, ne duhet i prezantojmë nos rrogun atyre 11 maj që kur ta shohin nocin thonë, çfarë duhet ja u prezantojmë, se nuk e njohin, tamam. Nuk e njohin, kujton se është një gjë që s'do marrësh asnjë gjë, jo, noci është diçka shumë e madhe që do marrësh. Që kur ta shohin, ta hapin gojën 3 fishin aty. Dhe kur t'ju kujtohet, jo ta përmendin më, po t'i rrin shumë larg. Shumë larg. Dhe këtu në Berat, në qark, nocin atyre do t'ja u prezantojmë kuti për kuti. Hap kuti, e dil noci. Hap kuti e dil noci. Kështu je mos e thuj me të qeshme. Se ty dhe mua s'më bërë shtypje, se e kemi për ata nocin. Po noci është gjë serioze. Nga ripamja e të drejtave. Kjo është themelore. Në 11 maj duhet ndarë kjo punë që nuk ka kthim mbrapa as për lirit individuale, as për barazim para ligjit dhe beteja për të qenë të gjithë barabart para ligjit do vazhdoj me çdo çmim, por ama ka vetëm një forcë që është e gatshme të paguajë çmimin me trupin e vet. Partia Socialiste. Të tjerët nuk e paguajnë, se ti kur ke shpatën dhe tjetrin e ke pa shpatë përballë, e ke ti në dorë se ç'a ndodh me shpatën. Kur ti dorëzon shpatën tjetrit dhe je pa shpatë ti, jo vetëm ke dorëzuar shpatën, po ja ke lënë tjetrit të vendosë ç'a do bëj me ty. Kjo është të dorëzosh shpatën e drejtësisë edhe të pranosh një pushtet të pavarur dhe të barabartë. Kjo është historike. Do ta kuptojnë shumë më vonë dhe ata që sot e vënë në diskutim këtë gjë. Po, lavdi Zotit, ne kemi popullin e madh të shumicës. Afro 800.000 ishim, afro 1 milion do shkojmë, bashkë me emigrantët në 11 maj. Dhe për ta mbyllur, dua të them pjesën tjetër, Bashkimi Evropian, se thonë ca, Bashkimi Evropian është në hall për vete, jo më zotri, nuk është në hall për vete Bashkimi Evropian, në hall për vete janë vendet më të mëdha, të cilat kanë disa probleme të reja, probleme të demografisë, probleme të rritjes presionit të emigracionit e tjerë. Dhe probleme të inflacionit që kanë pasur jashtëzakonisht shumë në këtë periudhë, dhe probleme të kostove maramundse që ju janë rritur, ndërkohë që për ne Bashkimi Evropian është bekim, sepse është një familje që njësoj si në familjet tona janë më të rriturit dhe janë më të veçlit. Dhe është e ndarë në 2 pjesë, kontribusit dhe përfitusit. Ata që janë Franca, Gjermania, Hollanda, më të mëdhenj dhe më të fortët, ata kontribojnë, pra më shumë japin para, se sa marrin para nga Bashkimi Evropian,
Por sigurisht që në Bashkimin Evropian s'është vetëm çështje parash, është dhe çështja e gjithë lirisë së tregut. Është dhe çështja e gjithë atij që thash, rrjetit të mbrojtjes së drejta. Ndërkohë që përfituesit, siç do të jemi ne kur të hym, do marrin fillimisht derisa të forcohen. Edhe dini çfarë do të thotë kjo? Ne kemi marrë në gjithë këto vite, në të gjitha këto vite bashkë, përbuqësinë, mbështetje nga Bashkimi Evropian shumë më pak se 200 milion euro. Në momentin që bëhemi antar, marrim 300 milion euro në vit, vetëm për bujqësinë. Në 10 vitet e fundit kemi marrë pak më shumë se 1 miliard euro mbështetje në total nga Bashkimi Evropian. Në 10 vite. Me bërin antar, marrim 1 miliard euro e diçka më shumë në vit. Buxhet ekstra. Po ju jap dy shifra se ka edhe të tjera që mund t'ju them që janë ekstra. Tani si mundet ne të diskutojmë se ç'do të bërë në 11 maj? Kur ne bëm këshillimin e madh me mësuesit dhe me prindrit për TikTokun, patjetër që edhe mësuesit dhe prindrit janë një pjesë socialist, një pjesë pa parti, një pjesë demokrat. Po 95% ishin 65.000 veta që janë pyetur. 95% thanë duhet mbyllur. Pra nuk pyetën më demokratët, prindi demokrat që këtë e thot Edi Rama, këtë e thot PS-ja, ne jemi kundër. Nuk pyetën më. Pse nuk pyetën? Sepse fëmijët janë shumë më të rëndësishëm se sa ngjyre ka Edi Rama. Edhe sa i pëlqen apo nuk i pëlqen Edi Rama. Edi Rama ka qelluar që është sot kryeministri, sot ka qelluar që fëmijët janë të kërcënuar nga TikToku dhe prindrit demokrat thonë të mbyllet. E njëjta që vlen për Bashkimin Evropian, unë kam qelluar të jem sot kryeministri, duan s'duan ata, por ama do hym apo s'do hym Bashkimin Evropian? Kjo është pyetja. Do ta rrezikojmë ne këtë dritare kohe që na është hapur, duke u marrë me njëri tjetrin, duke çuar votën në drejtim paditur, duke dëgjuar lloj-lloj tipash që propozojnë lloj-lloj çuditërash, apo do fokusohemi tek negociatat, të mbyllim negociatat, të futemi në Bashkimin Evropian, pastaj fillon historia nga e para, s'ka problem. Por nuk mundet ne të humbasim gjithë këto benefite dhe nuk mundet një prind demokrat që e ka fëmijën 14 vjeç. Që llogarit që mbas 4 vjetësh apo 5 vjetësh do ta çojë me studime jashtë. Nuk mundet të thotë, jo, unë do votoj për bufin e Knetës, se do çliroj TikTokun për fëmijën tim. Dhe pastaj do marrë not rrogun me Brukselin, duke e lënë fëmijën të privuar nga të qenit student evropian, i barabartë, dhe duke pastaj u përpjekur ta çojë si student huaj. Çdo prind që ka fëmijët sot në shkollë nëntëvjeçare, që ka fëmijët sot deri në moshën 14 vjeç minimalisht, duhet të votojë Partinë Socialiste për Bashkimin Evropian, jo për Edi Ramën. Jo për Ervinin, jo për Fadilin, jo në kuptimin që Fadili si me bëhe, si pa bëhe, është berat. Kështu e shofu unë këtë punë. Tani, ne do bëjmë përpjekje deri në fund, që t'i themi të gjithë dhe hajdeni. Por ama, deri në fund, ne do luftojmë, lagje për lagje, rrugë për rrugë, rrugic për rrugic, derë për derë, shtet për shtet, me shqiptarë që jeton, me shqiptarë në migracion, që t'japim Partisë Socialiste rezultatin më domethënës të të gjitha këtyre fitoreve që kemi marrë, dhe nëse kemi bërë 9 fitore radhazi, kjo fitoria 10 duhet jetë me notën 10. Pash se nuk i kam ndjek këto, se që kur
Elan Kujtimgjuzi në listë hapur u zhgënjeva, dhe kur futën te ajo lista mbyllur në Tiranë për një bunker. Po ta shikoni dhe demokratët do ta shohin këtë gjë. Lista e mbyllur e Tiranës i thot gjitha. Është një bunker për opozit. Nëse hyni në mendjen e njerëzve në territorin e Republikës së Shqipërisë, ka një mendje që e di më mirë se të gjitha mendjet që do humbasi, është mendja e Bufit. Ai e di shumë mirë. Është i humbur. Është i humbur, është i vdekur, i pakallur politikisht. Nëse hynte mendja e Luli e di që do fitojë, po është temë tjetër. Dhe po të shikoni listën e mbyllur të tyre në Tiranë, ajo është për opozit. Ata janë vendosur aty që të gjithë bashkë të fillojnë na i morën dhe mos kontestojnë fare situatën e Kërnetës. Kaq. Ajo është një aleancë në funksion të një individi privat për problemet e tij private. Kjo është e gjitha. Puna tyre se s'na duhet. Ama demokratëve i duhet thënë. Dhe po shifsha, se këtë thash, po shifsha listën e Berat. Unë nuk e kuptova. Kur pash, si ka mundësi, ku është Tomori Alizotit paktën? Tomori ku ka ikur? Krahasim me çfarë pash te lista që kanë bërë këtu në Berat, mu duk sikur kishin heqë në një çmim Nobel. As Tomorin nuk solën më në Berat. E di që do humbin. Por unë mendoj që ne duhet ja u bëjmë nocin këtu. Duhet ja bëjmë nocin këtu si Kukurec Poliçani. Ju falenderoj shumë. Edhe uroj sukses Fadil. Uroj sukses Fadil. Gjithë bashkë patjetër. Uroj sukses të gjithë. Po unë prandaj ta uroj ty me emër, se ti do suksesin e të gjithë bashkë, ta e duan gjithë për vete suksesin, e kupton? Se janë breziri këta. Gjithë bashkë edhe ti? Mirë. Këtë mos e votoni se ky mjafton të jemi gjithë bashkë. Faleminderit shumë.